Se e pash librin edhe më kujtu që sot është dita botërore e... Deshta me të pyet diçka, sa e mësova një fjalë të re. Do më thonë, nuk jam të ufry tash jone e di, po sa e mësova, edhe une. Para më ndojeni. Që do më thonë bibliosmia? Bibliosmia. Që ka diçka me biblio i bjen është libër, se bibliotek edhe bibliosmia është, adin që plot njerëz dhe përmenin erën e librave. Erën e librave... Që është tepër e mirë. Po, është tepër e mirë. E librave tri, kuptot, jo librave që ka nejtë në kuzhinë, ose në dhomë të dollapit i shave. Po librin e gjenë ku do, vëlla? Bibliosmia. Ishtë një fjallë shumë interesante, dhe më thonë, fjalla që për dashnin që e kanë njerëz ndaj erës e librit, kur ti merë erë një librit. Që kjo është relativisht i ri, një libër shumë i gjatë, se i ka diku 720 faqe që shtu i paska. Okej, ka edhe hyrje dhe kësisane. Nëse është libri mirë, gëzosh që ka shumë faqe. Nëse është libri dy qysh jetu e shty me zërë, veç më s'melion gjysë. Ja, që këpë do këtë libri mirë, po problemi është i kohës, se s'mu i me ledzu ma shumë se disa faqe në dite, kështu që bjen dikon ja 2 muj me ledzu. Se me nda kohë. Qysh me nda kohë për i telefonit. Që kjo problemi i librave, sot do më thonë që jemi mësu me knatësit me një hershme, shumë të shpejt, dhe të një libri, edhe pse libri e ka një farë knatësijet, të ashten trunin me përjetu që ato sene, se edhe kur kam bo studime të njerëzve duke lexu libra, kam pa që shumë procese kryen në tru si me përjetu që ato ngjarje që janë libër. Që kjo për ndrysh është, se qëta e pata në qantë, e kështu që qëta e mora për mi marë erë, që ka erë me dishu si vanil, diqka si. Qa që të ëmbël jo? Qa që të ëmbël jo? Po e ka që me erë, si vanil e ka erë. Libri, po dhe? Jo, bre, së që vanil. është erë te për e mirë, mu më pëlqen era, po së që vanil. Nështë që mu më pëlqen ma shumë të era vanilës. Nështë. Po bre, ka si vanil. E përmende të Hajde shtu kamera, në rjerë, a e ka si vanil? A përshe, që e ka vanil? Ani bre kek, po e lojmë që e ka vanil. Ja, se ma shtini që ti dhe në kry një artikull që e lexova, edhe që tha shumica e njerëzve kishin votu që në qka, do më thënë, kur i kam pyet, në qka për ja kujton era e librit, do më thënë, qfar ere ja kujton, ke vanil, bari, ose që dhe i përzi bajame, janë ato badema. Bajame, badema, gjithë kryt tam veç banë, ka dalë, pret, këshyrim, cila është, cilën fjallë me qitë. Badema e këshin thonë vanil. Nështa ka bademi? Bari së është? Jo, bari. Okej, dhe, edhe badema e pas ka jetë. Dhe që kjo i orhan pamukit, ka vanil. E tash, mas e përmende the që shme nda kohën prej telefonit për librin, se hajde, do 1 orë para gjumit mja kushtu, edhe të merë gjumi ma letë, ma shpejt, por prej realitetit edhe zhytë është në një botë krejt tjetër. Po kush me që me nalë dritën, se ti lezën me dritë, do të mi pas ato... Ti lexon me një lampë të koka. Me një lampë të koka, po kush më që me në lampën, nëse të me gjumi të lezu libër. Apo, a, veç të. Më mësu. Sa ma shumë... Qysh mund është me po dalimin mes librave audio edhe librit fizik? Cilin Se audio ti ndëgjën, fizik ti lexon. Po, cila është, s'është ndjesia njëjtë, se edhe librin unë është me PA dhe film, po s'është ndjesia e njëjtë. Kështu që qysh e bën krahasimin? Librat që i ndëgjën, ata më varën,
mundën me qenë shumë të mirë, shumë të mirë, edhe mundën me qenë jo qashtë mirë, se aty hinë edhe një proces tjetër, du të me pas një person, një aktor që e lexon, ose autorin. Libra audio lexoj ma shumë se libra të shkruar, se që është më bjenë në kërë ma letë, po ka njerë të shkon tik mendja me nëjsen tjetër, se fol diçka në libër, ty tik mendja edhe e s'hala lexon, të një ti dush me këthy edhe një 2-3 herë, se ka opcionin më këthy 15 sekonda, 30 sekonda. Librat e romanet, edhe këto libra që janë të trillumë, të më thonë, prozën e trillume nuk mund është me ndëgju, unë s'moj me ndëgju në audiobooks, në libra të dëgjum, po se shumë ka fjalë shpesh të panjoftuna, ka format ndryshme simbolike të shprehjeve, të seneve, kështu që ma shumë i lexoj librat shkencor, librat pseudo-shkencor, edhe këta të më thonë që janë ma shumë që flasim për ndonjë temë caktuar, ndonjë studim ose diçka tillë, që ato i ndëgjoj në audiobooks.